Përshëndetje shikues të dashur të DTV Media. Kemi ardhur sot në sheshin e Prishtinës për të pyetur qytetarët se çfarë mendojnë për zgjedhjen e presidentit apo presidentes në Republikën e Kosovës. Ti ndjekim bashkë mendimet e tyre. Sipas teje, kush mendon se është personi më i dentë për më zgjedhur si president ose presidente e Republikës së Kosovës? Mas rrugës veç Vjosa Osmani për facën Kosovën gjitha me të në mënyrat. Nuk besoj si ka ndaj tjetër individ që mund me zavendësu Vjosa Osmanin. Kosova nuk ka pas presidente më të mirë kur për Ibrahim Rugov se kënej. Edhe veç me hinë në zgjedhë kryetarën Vjosa Osmanin. Edhe tjetër kush dhe s'ka. Si mas me kish në thonë, po në sjetojmë këtu veç po të regoj. Ashtë mirë me leon që të qashtë. Për arsye që s'kem kohë me hupë mo, se nëse tentojnë ata me vatu dikon tjetër, do të me shpun zedhja apete, si kem kushtet. Si mas me të ashtë, nështë jam gabim. Une mendimi jam është... Vjosa Osmani është shumë e njoftën, është shumë aft për momentin. Ka gjithçka veç s'ka me aft se ajo. Edhe për kryeministër dihet, Albin Kurti, me Albin Kurti që ashtu nuk kape asnjë ma taftë, ma të zotin, ma si puna goja. Gjëja puna goja, pa i dinë gjitha mirat e ligjet. Po na duhet me dallu kush është më i miri. Nëse ai person që kandidat apo që zgjidhet, apo që kemi dëshirë na me zgjedh, ai duhet me pas disa kritere, cilat i përmbushin nevojat, dëshirat, aspiratat e këtij populli. Me emën nuk mujë me thonë se në qoftë se thëmë një emën, atërë jam i njanshëm. Në më thonë, nuk kemi drejt na, si qytetari lirë, në më thonë mendimin decidiv. Dhe më thonë, ky bën, ky nuk bën. Prandaj, une tërhishëm me përmend emnë. Emni është ai që mendon mirë për këtë popull. Ai për mua është emën. Populli vendosin, institucionet vendosin për këta. Unë jam një njërë që nuk pytna. Po, unë mendoj nga përvoja që e kam nga kalura deri me sot, presidenti që është edhe i vynë shtetit edhe është më i mirë në këtë jetë, kisha menduar edhe plotësisht e thëmë me bindje se ai është presidenti Hashim Thaçi. Një figurë, një patriot, një njeri që ka dhënë gjithçka për lirinë e këtij vendi. Nëse ekziston një zot nalt, Hashim Thaçi është për Kosovën poshtë. Po mos ishte Hashim Thaçi, edhe shokët e tij, kjo Kosovë nuk do të ishte këtu. Ne kemi përjetuar edhe kemi ka ardhur nga ajo e fillimit deri me tani. Po ajo që ka i vyn për kohën, edhe për momentin, edhe për neve na vyn një president i cili është me një fjalë president kombëtar, edhe është diplomat, edhe tregon aftësinë që mundet me konë një lider i nivelit lartë, një lider thëmë evropian. E kështu që ka edhe këtu të tjerë, po ajo është kupolla e gjithë kësaj. Po thëmë që deri sa i tjenë këtu kanë me shkue qëto situata, qëto një gjërë, se nuk janë të interesum me marë, e është e ranë me marë një përgjësi që thëmë për vendin, edhe për shtetin, edhe për të po shpresoj që shpejtin do shta edhe besoj me bindjet fort që ata do të lirohen edhe do të bindë. Edhe besoj që apet populli është ai që thëmë i cili vendos, po ne si luftarë e ndihmë ato se kush është më i miri dhe më i mirë. Për mendimin tim, president është më i denjë është Hashim Thaçi. Se roli i tij është i pazavendësueshëm në formimin e shtetit Kosovës, si në Rambojë, si në shpalljen e pavarësisë Kosovës, në çdo proces emri i tij është i pazavendësueshëm për mendimin tim. I vetmi person që më merr mendja që duhet jetë është Vjosa edhe askush tjetër. Kjo ka tregu veten çdo kon dhe në çdo vend që ka marrë pjesë, ajo e fundi që ka qenë kulmi gjithave
për të mirën tonë dhe për të mirën e këtij populli, ka qenë në Amerikë, në pranin e ushtarëve amerikanë, vetëm ato dorë trokitjet e tyre që kanë edhe brohoritjet e tyre për Kosovën e përmbush të gjitha. Unë mendoj që njeri më i den për këtë punë është Vjosa. Unë mendoj që Vjosa e meriton me punën që ka bërë, me suksesin që ka treguar, me njohjen e shteteve që ne kanë njohur 4 shtete, janë meritë e Vjosës, edhe gjunahov mos me vazhdu kjo rrugën e presidentit se ka pas sukses, e njeri cili ka se Vjosa që ka sukses, gjuna me hjek. Une jam plotësisht që kjo të vazhdon rrugën e presidentes, edhe kem kënaqësi, edhe kem sukses edhe në të ardhmen, që kjo me vazhdu këtë rrugë, se Kosova shkon përpara me këta njerëz dhe me Vjosën. Për mua, to e pa, si mua është re, kisha preferu djali është presidenti historik të Tarik Ibrahim Rugova, u kërgova, tjetë presidenti i Republikës Kosovës. Pse mendon ashtu? Se pak edhe si është si biri i presidentit, po edhe si jam edhe bashkë si vendas i tina. Presidentën e Kosovës e kem, dhe është absurd i absurdit ta kërkojmë dikën tjetër. Sepse përfaqëson mënyrën më të denjë, Republikën e Kosovës ka background shumë të lartë, ka përfaqëson Kosovën në mënyrën më të denjë, duke nisë nga shtetet mike, cila i ka dyert e hapura në gjitha nivelet. Edhe absurdi absurdit është nëse kërkojnë diçka tjetër. Shikues të dashur, këto ishin mendimet e qytetarëve rreth kësaj teme. E deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.